Gjatë 3 ditëve të fundit, policia ka evidentuar gjithsej 1621 kundërvajtje në komunikacion, ndërsa shkeljet më të shpeshta kanë qenë për mos respektim të shpejtësisë së lejuar dhe parkimi pa rregullt. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, gjatë kontrolleve të realizuara më 24, 25 dhe 26 gusht, në rrugët e vendit janë shqiptuar 456 sanksione për tejkalim të shpejtësisë, duke bërë këtë shkeljen më të shpeshtë të evidentuar gjatë kësaj periudhe. Pas saj renditet parkimi i parregullt me gjithsej 385 kundërvajtje të regjistruara, ndërkohë policia ka sankcionuar edhe 159 motociklistë për mosmbajtjen e helmetës mbrojtëse, si dhe 105 pjesëmarrës në trafik për mosvendosjen e rripit të sigurisë. Gjatë kontrolleve, 43 persona janë privuar nga liria për drejtim të pakujdesshëm të automjetit. Prej tyre, 2 persona janë arrestuar për drejtim në ndikim të alkoolit, 20 për drejtim pa patent shoferi, ndërsa 2 të tjerë për shkak të ndalimit të mëparshëm për drejtimin e automjetit. Policia ka evidentuar gjithashtu 28 raste të drejtimit të automjetit në ndikim të alkoolit, ndërsa janë konfiskuar 19 automjete në përputhje me nenin 300B të kodit penal. Në bazë të ligjit për automjetet, 17 janë larguar nga komunikacioni për shkak të mosregjistrimit, ndërsa 7 të tjera për parregullsi teknike. 4 drejtues janë sankcionuar edhe për mosplotësimin e kushteve ligjore lidhur me erësimin e xhamave të automjeteve. Nga Ministria e Punëve të Brendshme bëjnë të ditur se kontrollet e intensifikuara në komunikacion do të vazhdojnë edhe ditëve në vijim, me apel për të gjithë pjesëmarrësit në trafik që të respektojnë rregullat, veçanërisht kufizimet e shpejtësisë, të shmangin parkimin e parregullt dhe të kontribuojnë për rrugë më të sigurta.